pejgamberi alayhi salatu wassalam e takon një njeri, një sahabi, dhe e pyet, çka kërkon ti, çfarë lutje bën ti kur shkon sejdë? Thot, ki sahabiu i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja Rasulullah, unë nuk di me lut ashtu sikur se lutesh ti. Unë nuk di me lut Allahun ashtu sikur se Muadhi e lut Allahun xhallashan. Por unë e di një lutje, i tham Allahut, o Allah, më largo nga zjarri i xhenemit dhe më bën nasib xhenetin. O Allah, më largo nga zjarri i xhenemit dhe më bën nasib xhenetin. Faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Thot Allahu xhallashan, ai cili shpoton nga zjarri i xhenemit, ai cili shpoton nga zjarri i xhenemit dhe futet në xhenet, ai është i shpëtuar. Ai është i mençur. Ai ka shpëtuar në dunjë dhe ka shpëtuar para Allahut xhallashan. Kjo është ajo çka ne duhet ta lutim Allahun xhallashan. Qëllimi i jon është në këtë xhami kemi ardhur që ne me lut Allahun që Allahu më na bën nasib xhenetin. Më na largon nga zjarri i xhenemit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot sahabiut. E sahabiu e pyet, thot ja Rasulullah, po ti? Thot wa nahnu hawlaha nudandin. Thot edhe ne rreth kësaj lutje e lutim Allahun xhallashan. E lutim Allahun që Allahu më na bën nasib xhenetin. E lutim Allahun që Allahu më na bën nga zjarri i xhenemit.